Më në fund u bë realitet. Shqipëri-Kosovë, dorë për dorë për në botror. Mbajeni mend, dorë për dorë për në botror. Shqipëria dhe Kosova janë sot në play-offin për të kapur nga një vend shumë të rëndësishëm në historinë e të dyja skuadrave, shumë të rëndësishëm për ne shqiptarët, nga një vend në kompeticionin më të madh të botës për futbollin, pra që është Kupa e Botës. Tani, kjo ka qenë ëndër për ne të gjithë një herë. Edhe sido që t'ishte si të shkoj Shqipëria, si të shkoj Kosova, do ishte një gëzim i papam. Po imagjinoni ju, tani do shkojnë të dyja, mund të shkojnë të dyja, do zoti s'na bjen bashk, ai play-offi. Shpresoj që t'jemi në vazo, t'jemi në të njëjtën vazo, mos t'jemi vazo të ndryshme amon se si dihet se kena fat shqiptari nga herë neve, a kupton, na bjen dhe bashkë edhe si dihet, por don zoti jo që të shkojmë të dyja dhe vërtet bota e futbollit flasi për Shqipërinë dhe për Kosovën. Vërtet bota e futbollit të flasi shqip dhe normalisht nuk ka ambasador më të mirë për shqiptarët se sa dy skuadrat përfaqësuese që shkojnë atje dhe na kënaqin neve me performancën e tyre. Shumë urime Shqipërisë, jashtëzakonisht shumë urime Kosovës, e cila është një skuadër me kualitete pafund dhe më është bërë shumë qefi që sot Kosova siguron play-offin për në këtë kompeticion. Edhe mos harroni këtë, Shqipëria-Kosova dorë për dorë për në botror. Urime.